31 tetor 2016 ishte afati i fundit që ju dha Kombinatit Metallurgjik Jugohrom nga qeveria e Maqedonisë që të përmbush standardet ekologjike ose gjithsesi që të vendos filtrat. Por si shpeshini, Jugohrom vazhdon të punoj pa vendosjen e filtrave dhe gjaqet e kësaj Kombinati Metallurgjik vazhdojnë që të timosin në qilën e hapur të fushës së Pollogut. Për mos respektimin e afatit për vendosjen e filtrave nga Kombinati Metallurgjik Jugohrom, organizata jo qeveritare Ekoguerilla kishte thirrur preskonferencë. Arjanit Xhaferi edhe një herë kërkon vendosjen e filtrave ose mbylljen e Jugohrom deri në vendosjen e filtrave. Në të kundërtën, kërcënon me protesta dhe forma të ndryshme të presionit. Madje Xhaferi këtë dukuri e quan si aferë korruptive, në të cilat dyshon se janë të përfshira dy partitë në pushtet. Sot skadon afati të cilin qeveria e Republikës së Maqedonisë ja dha fabrikës Jugohrom para 2 vitesh, me shpresë se e njëjta do përshtatej me standardet ekologjike dhe me garancinë që duke filluar nga dita e nesërme, Jugohrom do punonte me filtra. Jugohrom ka patur më shumë se 2 vite kohë për të zgjidhur këtë problem, sepse ligji që kërkon që fabrikat e këtilla të kenë filtra është ligj i vitit 2005. Fakti që Jugohromi ka shpërfillur gjitha afatet deri tani dhe nuk është ndëshkuar nga Ministria e Ekologjisë dhe Qeveria. Fakti që Prokuroria Publike e Tetovës nuk ka pranuar të procesojë asnjë padi penale kundër këtij ndotësi, si dhe heshtja e shumë institucioneve mbi këtë problem, na humb shpresat se problemi i ndotjes që i bëhet qytetarëve të Tetovës do të zgjidhet. Ajo që shohim në terren është se nuk ka asnjë f nga filtrat dhe çdo tentativë për t'i dhënë afat tjetër këtij ndotësi na jep dyshime serioze për një aferë të madhe korruptive në të cilën mund të jenë të përfshirë edhe partitë qeveritare. Ne kërkojmë vetëm respektimin e kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, e cila në mënyrë shumë të qartë përcakton të drejtën themelore të qytetarit për mjedis të pastër. Asnjë vendim qeveritar nuk guxon të vihet mbi kushtetutën. Toleranca duhet të jetë zero, ndërsa shëndeti i qytetarëve mbi gjitha. Ka shumë mundësi që t'i kthehemi protestave, por megjithatë do duhet ta vlerësojmë situatën në terren paraprakisht, domethënë dhe duhet jemi domethënë në përshtatje dhe në përputhje plot me mendimin e ekspertëve të lëmisë. Drejtori i Jugohromit Vasko Skenderovski në ditën që skadon afati ishte i shtetit. Për televizionin 21 përmes telefonit ai nuk deshi të komentojë në lidhje me akuzat e Ekoguerillës, duke thënë se nuk dëshiron të ju përgjigjet thirrjeve të organizatave qeveritare në lidhje me marrëveshjet e tyre me qeverinë. Sa i përket kalimit të afatit për vendosjen e filtrave, Skenderovski tha se i duhet edhe një afat tjetër, pasi që sipas tij, afati që i është dhënë nuk ka qenë i mjaftueshëm. Por marrëveshjet tona me qeverinë nuk mund të përgjigjen për çështjet që ngrinin organizatat jo qeveritare. Ne me qeverinë kemi marrëdhënie në relacione profesionale. Kemi bërë kërkesë për vazhdim të afatit pasi që realisht nuk mund të përfundohen në afatin që na kanë dhënë. Është demokratike që çdo kush të thotë mendimin e tij, por ne kemi bashkëpunim me qeverinë dhe ata duhet të vendosin nëse ne i kemi përmbushur standardet ose jo. Ka filluar vendosja e filtrave. Ajo është proces që zgjat. Ne kemi filluar para 4 muajsh. Gati se 1 muaj e gjysmë është vënuar në procese administrative. Për këto 4 muaj që kemi filluar, ne kemi bërë gjithçka që mundëm. I kemi bërë fundamentet e betonit të objektit të filtrimit. Tani do të vazhdojmë edhe me vendosjen e konstruksionit dhe kështu me radhë. Kryetarja e komunës së Tetovës Tuta Arifi e gjatë këtij muaji kishte kërkuar që Jugohrom të ndërpret punimet deri në mars të vitit 2017. Këtë kërkesë Arjanit Xhaferi e konsideron si fushat politike, duke thënë se kjo periudhë nuk i mjafton Jugohromit që t'i përmbush standardet ekologjike. Ajo që ne dimë është se Jugohromit i duhen spaku 8 muaj për të vendosur filtrat. Pra deri në mars nuk mjafton. Kështu që çfarëdo ndalese e punës deri në mars është thjesht fushat politike, fushat partijake. Pra ne kërkojmë që Jugohrom të vendohet në një kontroll, në një status të veçantë të qeverisë, qoftë edhe mbyllje, dhe deri në vendosjen e plotë të filtrave dhe qeveria ka mundësi domethënë të subvencionojë qoftë rrogat e punëtorëve, por edhe Jugohrom mund të ndëshkohet domethënë ose ti caktohet si mas, është në dorë të qeverisë, ata do vendosin, por mund qeveria të vendosë që t'i kërkojë Jugohromit që punëtorët të paguhen gjatë kohës që nuk do punojnë. Tash kjo është krejtësisht në dorë të qeverisë, prandaj çfarëdo vendimi që do merret rreth Jugohromit do jetë vendimi i qeverisë, por duhet t'i përkujtojmë qeverisë se çfarëdo vendim qeveritar nuk guxon të jetë mbi kushtetutën dhe mbi ligjet e Republikës së Maqedonisë. Pas disa tentimeve, ekipi i televizionit 21 arriti që të futej brenda kombinatit, ku pa që objekti për filtrimin e ajrit ishte në fazën fillestare. Këtu prapa meje vetëm se ka filluar që të ndërtohet objekti për filtrimin e ajrit.
dhe pikërisht kështu do të duket objekti për të cilin po jepen disa afate shtesë për ndërtimin e tij. Për shkak se shifrat e grimcave PM10 ishin alarmante, më 16 dhjetor të vitit të kaluar, kryetarja e komunës së Tetovës Tuta Arifi njoftoi ndërprerjen e procesit mosimor. Ndërkaq mantelbardhet tregojnë edhe rrezikun që i ka nosur popullit përderisa Jugohrom nuk përmbush standardet ekologjike. Bekim Tateshi thotë se problemi më i madh që shkaktohet nga këto grimca është steriliteti. Grimcat PM10 janë aq të imta sa që mund të depërtojnë në çdo inë të organizmit dhe nuk ka pjesë e organizmit të njeriut e cila nuk dëmtohet në aspekt shëndetësor. Sidomos në aspektin e reproduksionit, pra e cila për fat të keq mund shifet 5 ose 10 vjetët e ardhshëm. Ndërsa mjeku Arben Taravari thotë se numri i të prekurve nga kanceri është dyfishuar në Tetovë dhe për këtë gjë ai hedh fajet te kombinati metalurgjik Jugohrom. Kanceret në Tetovë 2010 ka pas 1200 të sëmur. 2013 deri kur mundeshim të marrim të dhënat janë 2300. Domethënë gati se është dyfishuar numri i njerëzve të sëmur prej tipeve të ndryshme të kancerit, kurse organizata botërore shëndetësore ka konstatuar se PM10 thërmizat janë arsye ose shkaktar të rëndësishëm në paraqitjen e kancereve. Të varët druajnë të mos ketë ende afate shtesë për vendosjen e filtrave, pasi që gjatë dimrit sasia e grimcave PM10 në ajër shkon aq lart sa vitin e kaluar Tetova ishte qyteti më i ndotur në botë. Ky shkritore daton për gati se gjysmë shekulli, për kohëve të fundit materialet që po përpunohet dhe intensitetin me të cilin po punojnë kanë ngjallur debate të shumta në vend për ndotjen që emiton në qiell. Të gjithë këtë problem sipas ambientalistëve bën mungesa e filtrave. Gjatë punës pa filtra Jugohrom është në gjendje që të pasurojë qiellin me 300 ton pluhur kancerogjen në ditë, ndërsa me filtra, kjo shifër reduktohet në 800 kg pluhur në ditë.